Këtu bombahen rreth 50 qenë të racës Deltari i Lirë. Mirë po banorët e fshatit Barilev po ankohen lidhur me zhurmën e madhe që të njëjtit e bëjnë kryesisht gjatë natës. Sokol Plakolli është pronari tyre, që më herët të njëjtit i ka mbajtur në lagjën Bregu i Diellit në Prishtinë dhe në fshatin Letanc të Podujevës. Kryetari i fshatit Isa Rexha thotë që po ndihen të shqetësuar nga prania e këtyre qenëve në fshatin e tyre. Para një kohë, ka qenë Sokolit e unë më ka lyp një pjesë të malit këty me shqitë, kur e kom kuptuar për çka po kërkon, nuk kom dasht me him pazar me to, edhe pse nina me to bukur mirë, nuk kom dasht me him pazar se kom lënë. Para 2 muaj dite, veç i pas ka blen një parcel tjetër, i pas ka pru qetë këty, edhe që që pat edhe jo, edhe që do të shifet në zgjerim, qetë janë të lidhën në për lisa, nuk ka rrethoj kërka, është rrezik mu zgjidh një qenë, se kësaj dhe ka veç lagja verbosi, kanë lëpe, kanë dele që bese, ilshojnë kësaj dhe tash zguza kërkosh me ilshuhe, duhet me konë, s'po di qysh duhet me konë, më ju dalë aty në qenëve që zhipat edhe ju më ju dalë për para. Në Barilev nuk kemi as një banor, s'kemi shit tuk, me na orë banori huaj me jetu, cilën do lagje, Barileva i ka 14 lagje. Nësë një banor se kemi, jo këmë na orë tash pe jonës lapit e me kultivu e qenë këty, me i mojtë qatë këty, edhe më na isha shtrisë të minë. Sipas banorëve, Plakolli për t'u ashuar ejtjen qenëve të tij, ka bërë edhe shkëputjen e gypit, që më herët ka sjell ujë në fshat për bagëtit. Banori Besnik Vrbovci pretendon se qenët po mbahen ilegalisht dhe se shqetësime nga ta kanë ditë e natë. E para punës është që peticioni u bën kërkesën e krejt banorëve, nuk është vetëm për mua. Janë 3 lagje, Kurtolt, Vrbovsk dhe Brestovsk, krejt e kanë të njëjtin shqetësim. Halli është që këtu është një person që i ka pru disa qenë legal, pat me vetë me videot e juve dhe me që vizitut. E dyta e punës që me atë person e vështirë me gjithë marrëveshje. Kom provu me gjithë marrëveshje, por nuk gjinet me ta. Kemi shku me peticion, kena shku me komunën. Komuna hek përgjithësi nga vetja dhe i thëtë që për këtë punë e ka licencue dhe i ka dhonë leja avuku. Na shku në avuk 11 veta, kretë në moshë shtynë këtë vjetë ishin me mu. Edhe drejtori avukut më njoftoi që na s'japëm leje dhe normal që s'jap leje në territor të komunës avuku. Thjesht të neglizhu puna prej inspektorës, bashkë me një inspektor ishim 2 vetë. O më thanë se na nuk mujna me bë kur gjo, pavarësisht që s'ka leje të komunës, edhe pse kjo ka kërku, po ju ka refuzu. Taku edhe me drejtorin që e licencon prej komunës që jap leje. Ka kanë një çorrë mbi janë një gati. Habib çorrë edhe një njeri shumë që më respektoj edhe thjesht gjetëm një marrëveshje lehtë me to që kjo është kompetenca jame, se di pse të kanë çuar inspektorat në avok, kur kjo është në mua. Që inspektorat e dinë atë punë që është kompetencë e komunës, po thjesht më çuan me 10 veta në avok. Thjesht është shumë vështirë me jetu, se por parasysh që është ofër dhe zhurma dhe të natën s'len me flajtë. Ata si që nuk kanë asë një strejmore, edhe zhurma është ofër. Thjesht shqetësim natën, shqetësim ditën, kur e lirja. Në anën tjetër, Sokol Plakolli i mohon këto akuza. A i thotë që qenët po i mban 950 metra larg zonës së vendbanimit, ashtu si që e përcakton ligji. Kanë linë shumica në Prishtinë, kanë jetu një pjesë në Letanc, edhe tash i kemi sjellë në Barilev 950 metra larg zonës banimit. Me legj 500 metra larg zonës banimit, është e lejuar me mbajt qenë. Do na jemi në shoza ligjore, kanë qenë këtu edhe policia, kanë marrë gjitha informacionet e nevojshme. Ka qenë edhe zyrtarja e inspeksionit nga komuna e Prishtinës, por qenë që i kemi, na kemi edhe vendimin prej avukut që i moj mirë, që jemi korrekt me trajtimin e tyre. Edhe avuku i dim që na këta qenë kemi i sjellë në Barilev në këtë zonën ku tash e kemi bu fermën, jo strehimore, që është strehimore, na nuk strehojnë qenë. Na kultivojnë Deltar i Lirë, racës autoktone. Komuna e Prishtinës është njoftuar në detaj për gjitha aktivitetet që zhvillojmë na. Si e tillë, komuna e Prishtinës leje për mbajtje të qenëve nuk jep.
Qente mi kanë shqipu në Republikën e Kosovës, kështu që kemi ne, janë qenë legal, edhe kemi drejt ku do në Republikën e Kosovës me i qu, aq ma mirë në zonë private që kemi ble, kemi edhe kontrolat për ta. Plakolli pretendon që nuk e ka dëmtuar askënd sepse parcelën e ka blerë vet. Ai pretendon që së fundmi i kanë ngordhur edhe disa qenë për shkak të helmimit. Këto ekziston një rrugë shtetërore e shtetit, që është rrugë e tokës që na ka ble. Kjo rrugë, me sodion që kanë tregu vetë ata që ma kanë shqitë dhe qytet katonor, në 2-3 renda këta për kalu ma letë e kanë bën rrugë alternative, por rruga ligjore ekziston. Kur e kom rregullu rrugën me iniciativë personale të fondacionit, a e kemi rregullu ekzistuesen, po prish nuk kemi për gjohë. Po nëse kemi prish gjithka, qashto ligji e parasheh, na jemi këto për këtë punë. Amo na s'kena prish për gjohë, na ka kujdisë rrugë. Jo, kjo nuk është të vërtet. Kur kom ble parcelën 1 hektar, kësen pazarë gjys hektari, ku ka ndodhur saj bazamenti jujtë. Ai që ma ka shit tokën, ka pas me ma përkësy 1 hektar, është përkësy. Azotari ka pas me përkësy në vitin e ri. Prej kërë kom ble tokën, Norvegjia ka shenë që ai farbazamenti jujtë me qenë i lidhun me lokacionin ku unë e kom ble për deltarës, në mënyrë që me i furnizu me ujnë raste caktume. Don me lejen e atij që ma ka shit, unë i kom dhënë qasje vetës, sepse ai ma ka leju. Drejtori për shërbime publike Bekim Brestovci thot që Plakolli nuk ka pasur pëlqim nga komuna për mbajtjen e qenëve në atë zonë. Personi në fjalë në asnjë mënyrë nuk ka pëlqim nga Drejtoria e Shërbimeve Publike. Për rastin jam i informuar sepse para disa ditësh kemi pasur një takim me banorët të cilët janë ankuar për këtë çështje. Ne i kemi këshilluar edhe banorët që të krijojnë kontakt edhe me Avukun, sepse është një prej institucioneve më relevante për të shikuar se si po trajtohen qenët atje, dhe është relacioni i përshtatshëm dhe kushtet e përshtatshme në të cilat personi në fjalë po i mban ata qenë. Duhet ta kemi të qartë se qenët nuk janë dhënë nga komuna për adoptim. Ai duket të jetë kultivuesi i racave autoktone. Brestovci ka shtuar që nëse Plakolli nuk i përmbush kushtet e vendosura nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës, do të ndërmarrin veprimet e duhura. €2.5 milion i kanë kushtuar